Vëllezër të nderuar dhe motra shumë të nderuara, Allahu xhelle xhelaluhu na ka dhuruar shumë të mira e na ka obliguar me shumë gjëra. Të gjitha obligimet që Allahu i madhëruar ka dërguar për ne janë obligimet e cilat i ka dërguar kur pejgamberi alayhi salatu vesselam ishte në tokë, në mesin e njerëzve. Kur dërgoi si obligim agjërimin, ishte në mesin e njerëzve. Kur dërgoi si obligim zeqatin, ishte në mesin e njerëzve. Çdo lloj obligimi që ka dërguar, ai ishte në mesin e njerëzve. Por ka një obligim të cilin Allahu i madhëruar e zgjodhi pejgamberin alayhi salatu vesselam për t'ia dhënë drejt për drejt, pa ndërmjetësimin e Xhebrailit alayhi salatu vesselam. Një obligim të cilin Allahu i madhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e mori nga kjo tokë dhe e çoi në qiejt e tij. E këtë na tregon Allahu në Kur'anin famlar ku thot Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi yasra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. I lavdëruar qoftë Allahu i madhëruar, i cili e mori pejgamberin alayhi salatu wassalam, robën e tij, e vendosi në udhëtim nga Mesjidi Harami, pra nga qapja e madhnueshme për në Mesjidul Aqsa në Jeruzalem, atje ku sot në vend që të buroj qetësi, në vend që të buroj freski, në vend që të buroj mirësi, atje sot po lënkon, sot po digjet, po gjakroset, dhe ne vetëm se i lutemi Allahut që atje sa më shpejt ta mbyll atë plag. Vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhëtoi në një pjesë të natës nga Mekka dhe shkoi në Mesjidul Aqsa. Ky udhëtim quhet Israja dhe Miraxhi. Israja është në vinë horizontale, pra nga Mekka për në Mesjidul Aqsa në Jeruzalem, ndërsa Miraxhi është në vijë vertikale nga Mesjidul Aqsa e tek Allahu i madhëruar në qiejt ku Allahu e ndan me një kufi. E kush është ai kufi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregon kështu këtë udhëtim. Ku thot, më pas sot pejgamberi alayhis salam, pra pasi udhëtoi në qiej, u takua me pejgamber të ndryshëm, shkoi në Sidratul Muntaha. Çfarë është Sidratul Muntaha? Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar thot në surën Nejm, ajeti 14 dhe 15, thot Bismillahirrahmanirrahim, Inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Thot Allahu i madhëruar në Sidratul Muntaha, që pejgamberi alayhis salam e përshkruan si një pemë e bukur, pranë saj thot është xheneti ku do të mprehen besimtarët, ku do të qetësohen besimtarët. E pejgamberi alayhis salam thot kështu: Sidratul Muntaha ishte e mbuluar me ngjyra dhe drita të jashtëzakonshme, dhe gjethet i kishte si veshët e elefantit, ndërsa frutat si enë të mëdha të mbushura me shije të ndryshme. Një kufi ku deri aty lejonte Allahu i madhëruar të shkonte vetë Xhebraili alayhis salam. Pas asaj, udhëtimi është i vetëm i pejgamberit alayhis salam dhe biseda me Allahun e madhëruar është drejt për drejt, pa ndërmjetësimin e Xhebrailit alayhis salam. Pikërisht në këtë udhëtim, në këtë bisedë që ka bërë pejgamberi alayhis salatu wassalam me Allahun e madhëruar, i është dhuruar namazi. Një obligim shumë i veçantë. Një obligim të cilin pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka quajtur shtylla kryesore e Islamit. Është dallimi i besimtarit ndaj jo besimtarit. Peshorja më e madhe. Pyetja e parë pas shahadetit në ditën e gjykimit. Nëse me namazin jenë në rregull, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, në ditën e gjykimit, pyetjet e tjera do të jenë shumë të lehta.
Një obligim të cilin Allahu i madhëruar zgjedh që t'ia dhurojë pejgamberit alayhis salatu wassalam për ummetin e tij. Vëllezër të nderuar dhe motra shumë të nderuara, të kujtojmë pak kur ka lindur pejgamberi alayhis salam çfarë thonte. Ummeti, ummeti, ummeti. Çante hallin e ummetit të tij. Sepse e dinte shumë mirë se ummeti i tij do të jetë neglizhent, do të jetë dembel. E dinte shumë mirë se ummeti i tij më shumë do të merrej pas kësaj dynja se sa pas ahiretit. Që para se të fillonte me fol, ai ju lutte Allahut të madhëruar që të falte ummetin e tij. Ky pejgamber i cili pa hap sy të mirë në këtë dynja i kërkonte Allahut t'i lehtësonte punët e ummetit të tij, vallë, a do të heshte në bisedën direkt me Allahun e madhëruar? Jo. Shikoni çfarë thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Në këtë bisedë që ka bërë drejt për drejt me Allahun e madhëruar. Thot, furidat alayya salatu 50 salatan. Më urdhëroi Allahu i madhëruar mua me bëri farz nga namazi 50 vakte në ditë. Për të falur 50 vakte në ditë. 5 na duken shumë, një herë në javë për xhuma, themi s'kemi kohë, për Ramazan jemi të ngarkuar, për Bajram hajt ma të shkojmë të dukemi. Me urdhëroi Allahu i madhëruar thot që ummeti im të fal 50 namaze në ditë. 50 namaze në ditë. Dhe shikoni pejgamberin alayhis salatu wassalam, prandaj thot Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe s'të kemi dërguar tjetër ty o Muhammed vetëm se mëshirë për botrat. Shikoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se sa i vëmendshëm dhe se sa i mëshirshëm tregohet për ummetin e tij. Jo se Allahu është i pamëshirshëm, por Allahu i madhëruar do të na tregojë neve se pejgamberi alayhis salatu wassalam sa e do ummetin e tij, sa mendon për ummetin e tij dhe sa frikë ka nëse ummeti i tij do të dënohet në ditën e gjykimit. Çfarë thot pejgamberi alayhis salatu wassalam? Falam azal uraji'u rabbi hatta ja'alaha 5. Nuk heshta duke u kthyer tek Allahu i madhëruar, duke ju lutur që ta ulin numrin e namazeve derisa e ulin në 5 kohë. Allahu i madhëruar urdhëroi për 50 vakte dhe thot pejgamberi alayhis salam, nuk heshta duke u kthyer tek Allahu i madhëruar, duke ju lutur atij që t'i ulin numrin e namazeve, Allahu i madhëruar e uli namazin në 5. Na 50 në 5. Dhe shikoni çfarë thot Allahu i madhëruar. Mëshirë mbi mëshirë, rahmet mbi rahmet. Thot Allahu i madhëruar, hiya 5 ve hiya 50. Ata janë 5, por në fakt janë 50. Ummeti jot do të falë 5 namaze, por unë do t'i shpërblej, thot Allahu i madhëruar, sikur kanë falë 50 namaze në ditë. Çfarë mëshiret? La yubaddelu al-qawlu ladayya, sepse thot Allahu i madhëruar, fjala ime nuk ndryshon. Unë e mbaj fjalën. Por për të na lehtësuar neve, për të na mëshiruar neve, thot Allahu i madhëruar, atë 50 namazin e ula në 5, por shpërblimi do të jetë për 50. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam vjen me një dhuratë të tillë për ummetin e tij. Vëllezër të nderuar, pasi kthehet me këtë dhuratë, ku Allahu i madhëruar e përkufizon në këtë mënyrë në Kur'anin famlar, ku thot Bismillahirrahmanirrahim, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtet namazi e ruan namaz falesin, e ruan besimtarin nga të fllihçurat, nga të këqijat, e ruan nga çdo gjë. Pra, këtë besimtar
e mban nën kontroll, e mban të kualiduar, e mban të rregulluar. Nuk ka nevojë të ketë ndonjë rregullim tjetër nëse ai i fal namazet në rregull. Sepse e din shumë mirë besimtari që 5 herë në ditë del dhe i jep raport Allahut të madhëruar nga namazi i drekës deri në namaz të iqindis, çfarë kam bërë? Nga namazi i iqindis deri në namaz të akşamit, çfarë kam bërë? E nëse ne do të na kërkon të pronari ku punojmë 1 herë në 2 orë raport se çfarë kemi bërë, vallë, a do të kishim shans të çalonim në punë? Asnjë mënyrë. O do linim punën se do na u dukte e pa realizueshme, ose nëse do e realizonim, do të realizonim ku është më mirë. Atëherë dhe Allahu i madhëruar në ka vënë 5 vakte në ditë, ku e fillon raportin ditor me namazin e sabahut, pastaj me dreken, iqindin, akşamin dhe e mbyll me namazin e yacis. Dhe kë ka marrë malli për Allahun e madhëruar dhe i duket shumë gjatë nga namazi i yacis me namazin e sabahut, qohet natën dhe fal namaz natët. Allahu nuk e ka ndaluar kuj të fal namaze mes këtyre vakteve, por që këto vakte janë obligimet. E kur kthehet pejgamberi alayhis salatu wassalam nga ky udhtim madhështor, u tregon të nesërmën shokëve të tij. Thot, mbrëm isha në Mesjidul Aqsa. I fala namaz gjithë pejgamberve. Pastaj nga aty udhtova për tek Allahu i madhëruar. Dhe kur u ktheva, dysheku im ishte akoma i ngrohtë. Vëllezër të nderuar dhe motra shumë të nderuara, nëse ne këtë do ta bënim bisedë sot si ngjarje e ditës tonë, vallë sa do ta besonim? Është pa besueshme. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kjo ishte edhe më e pa besueshme. Se sot deri në një farë mënyrët mund të themi që ka një avion shumë të shpejtë dhe të merr nga këtu të kalon në një vend tjetër. Apo nëpërmjet kamerave sot e merr nga këtu në kamerë dhe shikon anën tjetër të botës për sekonda. Por në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam nuk kishin mundësi të dinin edhe rrugën ku i bie për në Mesjidul Aqsa. Dhe jo besimtarët, munafikët, armiqtë e fesë, a mund të heshtin në këtë rast? Ata s'kan heshtur asnjëherë, nuk kanë për të heshtur asnjëherë. Çfarë bën? U ngritën dhe thanë momenti më i bukur për të përçarë muslimanët me njëri tjetrin. Momenti më i bukur për të përçarë Ebu Bekrin me Muhammedin alayhis salatu wassalam. Ebu Bekri radiallahu an, vëllezër dhe motra, nuk ishte njëri do çado. Ai ishte ndër njerëzit më të shquar të Mekës. Ai ishte tregtar, kishte pasuri, por edhe fjala e tij kishte peshë. Dhe të jesh besnik i pejgamberit alayhis salatu wassalam me një peshë kaq të madhe në qytetin ku jeton, do të thotë se e ke të vështirë ta hedhësh poshtë pejgamberin, sepse ka një shok të tillë. Dhe ç'a than jo besimtarët, të shkojmë te Ebu Bekri dhe t'i themi atij, shiko se çfarë budalliqe shtote i shoku jot. Shkojnë me vrap dhe i thonë, o Ebu Bekër, e dëgjove çfarë thot shoku jot? Çfarë ka thënë thot? Ai ka thënë se mbrëm ka udhëtuar nga Meka në Mesjidul Aqsa e nga atje ka shku tek Zoti i gjithësisë, ka biseduar me te, kur ka ardhur e ka gjetë dyshekun akoma të ngrohtë në formë tallje. Ebu Bekri radiallahu an i thot, nëse e ka thënë ai është e vërtetë. La ilaha illallah. Ne sot e kemi humbur besimin. Sot del imami apo qoftë edhe një besimtar dhe thot, Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar ka thënë këtë, ai tjetri të shkon me dyshim. Vallë ka thënë Allahu këtë apo jo? Tjetri ka thinjur flokët në rrugën e Islamit
duke lexuar dhe duke studiuar, të del dhe të tregon diçka për Islamin, gjëja e parë që shkon në mend, ku ti kap një gabim dhe ta hedh poshtë. Ndërsa Ebu Bekri radiallahu anhu, shikoni çfarë thot. Nëse e ka thënë Muhamedi është e vërtet. Unë atij kam besuar edhe gjëra më të mëdha, jo vetëm këtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Ebu Bekri Siddik, Ebu Bekri besnik. Nuk arritën jo besimtarët t'i përçajnë. Vallë, sa shembull dhe sa mësim duhet të nxjerrim ne nga kjo. Sa duhet të jemi të lidhur ne me njëri tjetrin dhe sa duhet t'i besojmë ne njëri tjetrit. A duhet t'ja lejojmë vetes tonë që t'na përçajë një i jashtëm për aty ku ka qef ai, vetëm se dikush mund t'jetë shprehur me një shprehje gabim, apo duhet në të kundërtën ta mbështesim dhe nëse është nevoja ta këshillojmë vëllain ton, sepse njerëz jemi gabojmë. Këshillën Allahu na ka bërë obligim. Na ka bërë obligim, ndërsa nxjerrjen e gabimeve, nxjerrjen e gjunave na ka bërë haram. Ne e kemi kthyer në të kundërt. Shikojmë në përvrima, në përskuta ku të gjejmë ndonjë gabim të vëllait ton, t'ia nxjerrim në shesh dhe të themi, ja shikoni këtë. Në fakt kjo është e kundërta. Allahu i madhëruar na thot mbulojani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot mbulojani. Kush ja mbulojnë vëllait të tij një gjuna, një gabim, Allahu do t'i mbulojë atij gabimet e tij në ditën e gjykimit. Dhe e kundërta e kësaj, kush ja nxjerr në pah një gabim vëllait të tij, ai nuk do të vdes pa e përjetuar atë gabim. E ne çfarë kemi bërë? Vëllezër dhe motra, kemi kthyer në të kundërt. Es-salatu mi'rajul mu'min, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Namazi është miraxhi, është udhëtimi i besimtarit. Vallë, a ka mundësi që një besimtar të udhëtojë tek Allahu i madhëruar, të flasë me Allahun e madhëruar, ti thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Unë vetëm ty të adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj, e kur të dalin jashtë, me një herë ti shkoj mendja për prapësira nga njëra tek tjetra. Vallë, sa kemi biseduar me Zotin ne? Sa kemi kuptuar namazin? Sa kemi shijuar atë? Sa kemi përjetuar atë? Që kur të dalim jashtë të jemi në atë përjetimin e tij. Sepse namazi nuk është vetëm thjesht kur lidhemi me tekbir derisa dalim me selam. Kjo është pjesa e obligimit, por pjesa e ndjesisë, pjesa e asaj që duhet ta përjetojmë me shpirt, është e gjithë dita. Prandaj dhe thot Allahu i madhëruar, namazi e mbron njeriu nga të këqijat. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith tjetër, "Akrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih." Vendi më i afërt ku është robi me Zotin e tij, kush është? Thot është wa huwa sajidun, është në momentin kur është në sejdë. Vëllezër dhe motra, nëse dikush prej nesh ka një hall, ka një gabim, apo ka parë ndonjë gabim tek vëllai i tij, tek motra e tij, tek njerëzit, atëherë në vendin ku është më afër me Allahun e madhëruar, pse nuk i thot Allahut të madhëruar, o Allah, largoje nga ai gabim vëllain tim. O Allah, ndihmoje vëllain tim. O Allah, ndihmoje familjen time. O Allah, udhëzoj fëmijët e mi. O Allah, na udhëzo të gjithëve. Në vend që ti lutemi Allahut të madhëruar, pse nxitojmë ta ngrejmë kokën nga sejdëja, si për të mbaruar namazin 1 minutë më parë dhe të ikim. Nuk na ka sjell kush me zor këtu. Allahu na ka vënë emrin në listë dhe ne kemi ardhur si të ftuar, të nderuar, të respektuar, të privilegjuar nga Allahu i madhëruar. Prandaj namazin duhet ta kuptojmë mirë. Namazi, vëllezër të nderuar dhe motra shumë të nderuara, është nderi i besimtarit. Namazi është fytyra e besimtarit. Namazi është çdo gjë që i përket besimtarit. Namazi është qetësia e zemrës së tij. Namazi është shpirti. Nëse duam të shpëtojmë në këtë dynja dhe në dynjan tjetër, namazi është ai i cili na
ndihmon për të hedhur hapin e parë. Prandaj lutim Allahun e madhëruar të na bëjnë prej atyre të cilët namazin e marrin seriozisht. Na bëf prej atyre të cilët namazin e falin me kujdes. Na bëf prej atyre të cilët namazin nuk e shohin si një borxh për të kryer, por si një mundësi për të takuar Allahun e madhëruar. Na bëf prej atyre të cilët i merr mallin nga vakti në vakt, e jo ta kenë si barr nga vakti në vakt. Vëllezër të nderuar dhe motra shumë të nderuara, po ja afrohemi Ramazanit. Ja dhe një muaj kemi. Allahu na e mundsoft që ta përjetojmë edhe këtë vit muajin e Ramazanit. Na bëf prej atyre të cilët kur të dalin prej këtij muaji, të dalin vetëm se të falur, të pastruar e me agjerim të pranuar. E inshallah Allahu na vendos në listën e atyre të cilët në ditën e gjykimit do t'i fusë në xhennetin e tij nga dera e agjeruesve. Ela in ahsan al-kalam wa ablagha nidham kalam Allah al-malik al-aziz al-allam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u